Të hënën, kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, Isa Mustafa e Edi Rama, në Vërmicë përuruan tranzitin e përbashkët doganor mes dy shteteve. Rama tha se korridori i përbashkët doganor do të shkurtoj procedurat e kalimit të mallit nga një vend në tjetrin. Nga sot nuk janë më 2 ditë, dhe nga njëherë edhe më shumë se 2 ditë. Vonesat për të kaluar mallin nga njëra në tjetrën, po mjaftojnë vetëm 5 minuta. Homologu i tij kosovar Mustafa tha se tranziti nuk do të shkurtoj vetëm kohën e pritjes, por edhe çmimin doganor për bizneset që kalojnë mallrat mes dy shteteve. Qëllimi i kësaj nuk është vetëm të shkurtojnë procedurat kohore të zhdoganimit, por qëllimi është ulim edhe koston, nga cilat do të profitojnë bizneset në mënyrë të drejtë për drejtë, do të profitojnë edhe qytetarët, sepse do të realizojnë mallra dhe do të konsumojnë ato me çmime më të ulta. Rama tha më tutje se nga sot faktikisht do të jetë një zyre vetme doganore për të dy vendet, do të jetë një procedurë e vetme në një rrjet të dhënash digjitale që përbashkon në një rrugë dy sistemet e së njëjtës gjuhë. Nga sot, porti i Durrësit për të gjitha mallrat që vinë në Durrës për të shkuar në Kosovë është pika e vetme e kontrollit dhe mjafton procedura në Durrës për të mbritur në Prishtinë, në Prizren, në Gjakov dhe kudo tjetër, pa qenë nevoja për të rindaluar dhe për të rifilluar procedurat edhe këtu. Rama bëri me dije se gjatë verës të gjithë kosovarët që amësynë Shqipërisë për pushime nuk do të ndalohen në kufi. Gjatë periudhës verës, këtë vit do të fillojë një regjim tërësisht i ri në këtë pikë, ku nuk do të ketë më kontrolle 1 për 1 të veturave dhe të mjeteve tjera me cilat familjet e Kosovës vinë në Shqipëri për të kaluar pushimet. Por do të ketë një kontroll të rastësishëm dhe një kontroll shumë të relaksuar për të bërë të mundur që kjo të jetë një vijë kalimi dhe jo një pikë kontrolli. Rama paralajmëroi edhe ndërtimin e doganës së përbashkët Morin Vërmicë me ndihmën e Bashkimit Evropian.